Me kryetrajnerin e Atletikës Shkodrane, profesor Albert Marashin. Profesor, 4 trofe radhazi në 2 muajt e fundit dhe Vllaznia është gati të fitojë dhe trofeun e 5, është dhe trofeu më i rëndësishëm, kampionati kombëtar për të rritur. Si po përgatitet skuadra për këtë kampionat? Grazie për shëndetje, falenderoj për intervistën. Atëherë Atletika Shqiptare me hapin si parë në garave verore në muajin prill dhe është në vazhdimsi të aktiviteteve. Aktivitetet e mëparshme që ka pas federata, ku pjesëmarrjen e ekipit Atletikës Vllaznia, duke siguruar suksese, 4 suksese të thosha të vlefshme, siç është U16, U18, U20 dhe fitimin e Kupës së Shqipërisë. 4 aktivitete në harkun e 2 muajve dhe çka synojmë që edhe tjetë edhe suksesi 5 me ekipin e të rriturve që është edhe kulmi i aktiviteteve që është kampionati kombëtar i të rriturve. Këtë mesjavë, pra do të jetë për 2 ditë me radhë në stadionin Elbasan Arena, finale e këtij kampionati. E synon Vllaznia edhe këtë trofe të 5 radhazi? Pa diskutim që ky do të jetë suksesi 5 për këtë vit dhe suksesi i 29 në historinë Atletikës Shkodrane dhe suksesi 17 radhazi në këto vite. Atletët Shkodran janë të përgatitur maksimalisht për të bërë një performancë të shkëlqyer në kampionatin kombëtar të të rriturve. Do thosha që presim rezultate shumë të mira nga atletët tanë, duke përmirësuar rezultatet e tyre, duke dhënë më të mirën për ekipin dhe që të kurorëzojnë pastaj edhe me fitimin e trofeut. Unë duhet theksoj këtu që atletët pretendent kryesor janë Franco Burraj në 200 dhe 400 metra, në garën 100 metrave Leandro Çardaku, Ender Irakaj, në garën e kërcimit zgjatit Muhamet Çengeli, Ender Irakaj, në kërcim të rrapsh Muhamet Çengeli dhe Kolindo Kiri, në 110 metra për pengesa dhe 400 metra për pengesa, pretendent është Dorian Idrizaj dhe shumë atletë të tjerë që kanë pretendime. Gjithashtu edhe në garën e kërcimit të lartit që pretendent është edhe Inglinis Haxhia. Duhet theksoj që të gjithë sportistët janë të fokusuar dhe të përgatitur maksimalisht, falë punës të gjithë trajnerëve, kolegëve të mi, Bruno Rotani, Dorian Tafa, Jetmir Jahaj. Përgatitjet kanë vazhduar intensivisht, çka do të kulmojnë nesër me prezencën e tyre në kampionatin kombëtar. Po, këtë radhë, ky kampionat është ndërë në 2 ditë, pra, do të jetë e mërkurë dhe e ejte në Elbasan Arena. Dhe këtë rast trofeohet për titullin kampion, Vllaznia nga gjiri Vllaznisë priten edhe rekorde kombëtare. Kemi parasysh Franco Burrajn i cili 2 muaj më herët e përmirësoi rekordin kombëtar në 400 metra në Loro Boriçi. Do të kemi rekord nga Franco apo nga ndonjë tjetër përsëri? Atëherë, siç dihet, atleti jon i mirënjohur Franco Burraj ka bërë një performancë të mirë gjatë këtyre muajve dhe besoj shumë që do të arrijë edhe në një sukses dhe një rekord kombëtar përsëri në garat e kampionatit kombëtar, si në ditën e parë në 400 metra, po ashtu edhe në ditën e dytë në 200 metra. Krahas kësaj, ne synojmë edhe 2 rekorde tjera që kanë vite që nuk thyhen në garën e 4x100 metrave dhe në garën e 4x400 metrave. Këto janë pretendimet dhe synimet tona për këtë kampionat kombëtar. Për çfarë suksese? Faleminderit ju.